Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të trajtuar një temë që në fakt ka filluar tashmë të përflitet. Po shkojmë drejt mesit të gushtit, realisht tashmë me përfundimin e muajit gusht do të fillojnë hamencimet, do të fillojnë portalet, do të hidhen emra të ndryshme, hipoteza të ndryshme rreth opinionistëve, rreth banorëve të kastit të cilët do të jenë pjesë të Big Brother VIP Albania, por së fundmi përfliten jashtëzakonisht shumë opinionistët. Ju e dini shumë bukur edhe në disa intervista që opinionisti më i suksesshëm në fakt i Big Brotherit, Arber Hajdari, ka treguar që ndoshta edhe nuk do të jetë pjesë më e këtij Big Brotheri, do me thënë do të jetë pak më i fokusuar tek fundjava ndryshe dhe do të largohet më nga opinionisti i Big Brotherit, sepse tha që Big Brother ka nevojë edhe për opinionistët të tjerë, ka nevojë edhe për figura të tjera të cilat do të ulen në atë karige dhe do të kenë një vend, një rol të veçantë në atë karige. Komenti i Arbrit me patjetër që nuk u prit mirë, sepse publiku e duan Arbrin, publiku e admirojnë Arbrin në atë karige. Unë mendoj që natyra e Arbrit, karakteri i Arbrit, mënyra se si Arbri thot komentet e tij kundër drejt banorëve brenda në shtëpi, janë një mesazh shumë i bukur dhe ju dhuron pak ngjyra komedie që në fakt e bën edhe më dinamike situatën. Nuk kam thënë gjithmonë që opinionistët nuk janë kot. Opinionistët nuk janë vetëm për t'ju dhënë opinione banorëve brenda, por janë edhe lojtarë në një farë mënyre, por lojtarë të jashtëm, do të thënë lojtarë jashta Big Brotherit. Arber Hajdari, nga informacionet që kam unë, me patjetër që do të vazhdon, por pikpyetja ishte që a do të mbetet kombinimi i njëjtë siç ka qenë vitin e kaluar, a do të hiqet Arbri dhe do të jenë dy femra, apo çfarë do të ndodh. Unë mendoj që pa Arbrin, Big Brotherin nuk do të ketë lezet. Tani, kombinimi që ishte sezonin e kaluar mes Arbrit edhe Monikës, ishte një kombinim fantastik dhe një kombinim që në fakt i dha ngjyra këtij Big Brotheri. E bëri këtë Big Brother me një energji të jashtëzakonshme. Unë e pres me thënë drejtën që Arbri dhe Monika të vazhdojnë, pasi që nuk e shoh Monikën shumë aktive në për rrjetet sociale në aspektin e politikës, ndoshta vazhdon akoma ta ruan profilin e saj për Big Brotherin e ardhshëm. Mendoj që edhe një sezon i duhet Arbrit Monika, por edhe në qoftë se do të ishte në krah Alketa, ashtu siç përflitet, mendoj që do të ishte një ngjyrë shumë e bukur që Alketa të ishte në rolin e opinionistes. Tani, po të jenë tre opinionist, do të ishte edhe më interesante. Por Arbri me Alketën besoj që do të kishte dinamik, nga që edhe Alketa ka qëndrime të bukura, edhe Alketa ka, do me thënë, komente interesante, por me Monikën, Monika është më dinamike dhe mendoj që Arbri do shëndris më së shumti. Nga informacione që kam unë, do me thënë, opinionist vazhdon të jetë edhe këtë sezon Arbri dhe Monika.